Aktivistja Nora Katanolli ka reaguar ashpër ndaj asaj që e quan plani i dështuar dhe i rrezikshëm i Lumir Abdixhikut, duke pretenduar se për vite me radhë ka ekzistuar një ide politike për degradimin e qëllimshëm të shëndetësisë publike në Kosovë. Sipas saj, Qendra Klinike Universitare e Kosovës është lënë pa investime dhe modernizim për të justifikuar dobësimin e saj institucional në favor të interesave private dhe projekteve ndërtimore, duke përmendur edhe përfshirjen e grupeve të fuqishme ekonomike. Katanolli thekson se paralelisht është promovuar modeli mbështetjes në spitale private, duke e kthyer shëndetin nga e drejtë kushtetuese në një mall tregu, gjë që sipas saj rrezikon barazinë sociale dhe vetë funksionimin e shtetit. Ajo nënvizon se mbrojtja e QKK-s dhe shëndetësisë publike nuk është më çështje partie, por çështje e ekzistencës shtetërore të Kosovës. Plani i dështuar i Lumir Abdixhikut, plani i zbuluar i krimit neo-serb në shëndetësisë publike në Kosovë, shkruan ajo në një postim në rrjetet sociale. A e dini se për vite me radhë është diskutuar një plan i rrezikshëm politik që sipas kritikëve të tij synonte ta lindte Kosovën pa shtyllë kryesore të shëndetësisë publike? A e dini se në qarqe të caktuara politike është përfolur ideja që QKK-ja të degradojë qëllimisht, të lihej pa investime, pa modernizim, pa dinjitet, në mënyrë që të justifikojë shkatërrimin e saj institucional? Sipas këtyre kritikëve, QKK-ja nuk shihej si aset publik për të zhvilluar, por si një hapësirë strategjike për interesa ndërtimore, ku përmendeshin edhe projekte të ndërtesave të larta dhe përfshirja e oligarkëve të fuqishëm ekonomik, përfshirë grupet e njohura biznesore, si devollët, jo për shëndetin e qytetarëve, por për fitime private. A e dini se paralelisht me këtë është promovuar koncepti që Kosova të mbështetet kryesisht në spitale private, duke e kthyer shëndetin nga e drejtë kushtetuese në një mall tregu? Ky model do ta përjashtonte qytetarin e varfër, do ta shndërronte pacientin në klient dhe do ta bënte jetën të varur nga karta bankare, jo nga nevoja mjekësore. Për shumë analistë, ky nuk është thjesht keq menaxhim, por logjik neoserbe e shtetit të dobët, ku institucionet publike shkatërrohen për të zvendësuar me interesa private, duke zhveshur shtetin nga sovraniteti social. Nëse shkatron shëndetësinë publike, shkatron barazinë dhe sigurinë sociale, shkatron vetë idenë e shtetit. Prandaj mbrojtja e QKK-s dhe shëndetësisë publike nuk është çështje partie, por çështje e ekzistencës shtetërore.